Një ngjarje e rëndë ndodhi ditën e djeshme në Zvërnes të Vlorës, ku një qytetar u rrëmbye nga një kompani private security, i cili po protestonte për disa ndërtime që pritet të bëhen në Zvërnes. Për të folur mbi çfarë po ndodh realisht në Zvërnec, kush fshihet pas këtyre ndërtimeve dhe mbi sjelljen e policisë së shtetit si dhe të kompanisë private, kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin e njohur zotin Kujtim Cakrani. Zoti Cakrani, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju për ftesën e rajti. Avokat, çfarë ishte ajo e djeshmja në Vlorë? Ajo që pam dje, që pa gjithë qytetarët shqiptarë dhe jo vetëm, ishte një dhunë e papranueshme e një kompanie e disa bodyguardëve të një kompanie private, por me keqa ishte sepse ajo ushtrua, kjo dhunë ushtrua në sytë të policisë së shtetit, të zyrtarëve të policisë së shtetit, dhe padyshim kjo e bëri më të rëndë situatën. Gjithsesi, unë nuk kam asnjë dyshim dhe vazhdoj të them që policia e shtetit këto vite është keq përdorur dhe vazhdon të keq përdoret në shërbim jo vetëm të oligarkisë hajdutëve, por padyshim edhe të segmenteve të caktuara që janë të lidhur me këtë oligarki, qoftë të policisë së shtetit, qoftë të politikës. Dhe mendoj se policia e shtetit e ka humbur rolin e saj dhe tashmë dihet nga të gjithë se ka nevojë urgjente, emergjente, madje të kthehet në rolin e saj, në rolin të cilën ajo ka ligjë funksionale kështu me radhë. Kështu që ajo që pam dje nuk ishte një tjetër veçse një skena të turpit të një vendi i cili prona shtetërore grabitet në mes të ditës dhe padyshim jepet njerëzve të cilët nuk dihen preardhjen e tyre, burimin e të ardhurave nga për investime në Shqipëri. Kështu që të gjitha këto bashkë e kanë bërë këtë situatë që sot dje dhe sot ne të flasim duke diskutuar për një marrëdhënie për mua korruptive, për një marrëdhënie krejt mafioze që është krijuar në zonën e Zvërnesit dhe besoj se do vazhdoj gjatë kjo, përveç justifikimit të Bashkisë së Vlorë, të kompanisë që do investojë dhe të kryeministrit. Gjithsesi do flasim gjatë bisedës. Avokat, kush fshihet pas këtyre kompanive që pritet të ndërtojnë në Zvërnec? Pra, kemi ndonjë të dhënë se si erdhën disa bulgar deri në Zvërnec? Dëgjoj, shiko, kjo është tema që ne duhet të diskutojmë në fakt. Nëse ne e kanalizojmë debatin si u rrëmbye ai qytetari, padyshim që është akti i rënd ky, por si çfarë bëri policia, apo çfarë bën policët privat, padyshim që ne devijojmë nga vërteta. Ne padyshim që duhet të merremi me këtë gjë, por mbi të gjitha ne duhet të merremi me tokën atje në Zvërnes. Unë nuk po hy fare asaj që jo është zonë e mbrojtur, jo është tokë publike, jo po deti apo kumi i rëra e kështu me radhë janë publike dhe gjitha këto. Unë merrem si avokat merrem së pari me tokën. Merrem si është përfituar kjo sipërfaqe toke. Padyshim që është një sipërfaqe toke e cila ka dyshimet, ka hijet e saj, si është përfituar, me çfarë dokumenta dhe a janë pronarët real ata që e kanë përfituar këtë sipërfaqe toke dhe si e kanë përfituar, ndërkohë që të gjithë pronarët e tjerë në të gjithë Shqipërinë, në bregdetin shqiptar, përfshi dhe mua po deshet ju, kemi probleme dhe kemi hasur në probleme të mëdha këto 35 vite për të rimarrë pronat tona, apo për të marrë qytetarë shqiptar pronat e tyre. Kjo është kryesorje, është një anë. Ana tjetër pastaj është fakti që prej ditës së djeshme ne na është dashur të bëjmë kërkimet tona për të gjithë për ata që do investojnë aty në atë tokë, që na rezultojnë që është një rus dhe një bulgar. Është një rus, një djalë rus i cili ka moshën 35 vjeçare. Është edhe një zonjë apo zonjush tjetër e moshës 38 vjeçare.
dhe ata do investojnë aty te kompania e tyre Sud Zvërneci Adriatik, kompania që është ajo, kompania e tyre, rreth 4 miliard dollar apo euro. Kjo është shumë e dyshim për faktin sepse kjo kompani është regjistruar në vitin 2024 në Shqipëri, është regjistruar dhe kapitali i saj financiar është 5.000 euro, dhe mbi të gjitha pyetja që bëhet, si ka mundësi këta 35 vjeçar, edhe nga koha që ata kanë në jetën e tyre, nuk është e pamundur të kenë 4 miliard dollar. Dhe nuk po them pastaj kush shihet pas tyre, kush janë këta e kështu me radhë. Unë mendoj se në këtë moment me një dije, prokuroria e posaçme duhet të kishte marrë masa dhe të regjistronte procedimin penal, jo vetëm për faktin e dhunës së ushtruar ndaj protestuesve qytetarëve shqiptar, por për faktin kush janë këta investitor që do investoj 4 miliard dollar aty. Unë mendoj se këto janë para pa dyshim të lidhjeve mafioze të qeverisë shqiptare të Edi Ramës kryesisht, dhe mbi të gjitha Edi Ramës, që jep leje shfrytëzimi, ndërtimi e kështu me radhë dhe një sipërfaqe toke, të thash që nuk dihet pronari vërtet, por mbi të gjitha disa të huajve që janë pa origjinë dhe pa njohur, dhe një kompanie të pa njohur. Është folur këtu për Ivana Trump e kështu me radhë, aty nuk ka lidhje fare, po të paktën nga dokumentacioni që ne disponojmë të gjithë tashmë, sepse është shumë e thjeshtë të futesh te Corporation Albania dhe e gjën aty këtë kompani, dhe të gjitha ato bashkë bëjnë që situata të jetë sa e dhunshme nga pikpamja e protestës, por aq edhe mafioze nga pikpamja e atyre që do investojnë aty. Këto janë para korrupsioni, janë para trafiku, janë para që nuk dihet nga hyn, dhe prokuroria e posaçme duhet patjetër të kishte nisë procedimin, dhe pse jo, të bëjë një sekuestro preventive, qoftë të kompanisë, qoftë të pronës e kështu me radhë. Prandaj që mendoj se kjo situatë nuk do kaloj me kaq. Unë e kuptoj optimizmin e kryeministrit sepse është i përfshirë në këtë aferë korruptive, mafioze e kështu me radhë, por nuk ka asnjë justifikim të paktën në syrin e atyre njerëzve që kuptojnë nga logjika ekonomike apo juridike në këtë vend, dhe kështu që nuk ka asnjë dyshim sot që Zvërneci është po kthehet një epicentër të mafjes ndërkombëtare, e cila po i pastron parat dhe po investon në Shqipëri. Kështu që kjo histori për mua sapo ka filluar, grupet e interesit duhet bëjnë kazim penal në prokurorinë e posaçme. Padyshim prokuroria e posaçme duhet menjëherë, nëse është në shërbim të qytetarëve, sepse fundi prokuroria prandaj është aty për mbrojtje e interesin shtetëror dhe publik, dhe kështu që kjo le të jetë një protesta e dieshme, qoftë edhe e dushme, që u zhvillua, të jetë një këmban alarmi që të zgjohet nga gjumi prokurorët e posaçëm dhe të regjistrojnë procedim penal. Avokat, sa gjasa ka që shqiptarët ta ndalojnë marrjen e Zvërnecit nga biznesmen të huaj që ndoshta nuk ju dihet se kush fshihet pas tyre? Shiko, nuk janë të parët ka biznesmen të huaj që kanë marrë copa Shqipëria, absolutisht jo. Nëse do të shikoni një kompani tjetër që quhet Voltalia, Karavasta Solar, ju do të gjeni, unë kam patur interesa tek ajo pjesë prone që ata kanë investuar në Karavasta, dhe kam konstatuar në dokumentacionin e tyre njerëz me emra falso që investonin x milion euro, por që në fakt nuk rezultojnë të kenë qenë ndonjëherë, pra të kenë udhëtuar ndonjëherë në Shqipëri, ose të jenë persona real administrator të kompanive për cilët investohet. Dhe kështu që unë pak nuk flas unë si avokat kujtimi, nuk flas fare, nuk kam asnjë lloj dyshimi që edhe kjo kompani që do investojë në Zvërnec është kompani mafioze.
sa do arrin protestuesit të ndalojnë këtë, unë e shikoj me një skepticizëm, sepse këtu askush nuk ka pyetur nga protestat, sepse qytetarët përsëri janë të ndarë. Sot për turpin e saj, Bashkia Vlorë kishte thirrë ca qytetarë të Zvërnesit në bashki ku ajo i binte ata për ju tregonte atyre të mirat e atij investimi, dhe ata dolën të kënaqur nga bashkia, Gjoja, dhe ishin dakord që të investonin. Por Zvërnesi nuk është tokë e banorëve. Ajo toka atje nuk ka lidhje fare me fshatarët ignorant, patronazhist, të shitur për një 500.000 lekë rrogë që marrin në bashki, ose për një hall që do t'u zgjidh nesër bashkia. Jo, ajo toka atje është tokë shqiptare, dhe padyshim si çdo tokë shqiptare unë mendoj se duhet mbrojtur. Duhet mbrojtur, lëni këto fantazirat e kryeministit që është tokë shtetërore, është tokë private. Ajo s'ka se si të jetë tokë private, sepse ne dim shumë mirë, edhe në ligjet e mbretërisë Ahmet Zogut ishte e sankcionuar që toka 100 metra deri në 1 kilometër vare në zona nga bregu i detit ishte tokë shtetërore. Sot çuditërisht kjo tokë thuhet nga kryeministri që është tokë private. Absolutisht jo. Ajo s'është tokë private, është tokë e vjedhur, është tokë e grabitur, me dokumenta ndoshta të falsifikuara, padyshim me ndihmën e kryeministrit dhe njerëzve që rrethojnë kryeministrit, sepse ne dim tek ajo tokë atje mori atëre edhe 3 hektar apo disa hektar edhe generali korruptuar italian Lisi, dhe ju e dini këtë. Dhe nuk ka se si ajo tokë aty, bregu detit, të jetë tokë private. Ajo është tokë shtetërore dhe jepet aty me bekimin dhe firmën e kryeministrit, për të cilët ai ka jep atë copë Shqipërie për hallet e tij personale, për lobimet e tij personale, dhe për të qëndruar ai në pushtet dhe për të bërë hallet e tij, qoftë në Europë, qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve, kënaqësi ime. Mirupafshim.